Në këtë gjendje, na si pacient na nuk mundemi me ditë se sa dritë, po e quaj kështu, se sa dritë kemi në kokën tonë. Po në çfarë gjendje duna me ardhur si pacient për me pas një vlerësim që truri im ka kaq shumë errësirë brenda? Kjo është terapi. Kur është për terapi, duhet mu marrë psikiatri. Ne kemi testet klinike, me qenë se nuk kemi laborator për aspektin psiqik. I kemi testet klinike për anktin edhe depresionin. E bëjmë matje në fillim, matjen e bëjmë mas 2 jave, edhe matjet i bëjmë në fund. Dhe më thonë, janë 3 matje të pacientëve, ku në bazë të tyre e shohim edhe evoluimin klinik të pacientit. Kur ta thëmë evoluimin klinik, kjo e ka një efikasitet mbi 70%. Nuk do të thotë që ai 30% që i njerëzve nuk trajtohet, mirë po 70% e trurit tonë, do të secilit individ. Jo 30% shnoshën, 30% nuk shnoshën. Po 70% e njerëzve që është efikasitet ma i lartë se sa me ilaqe. Për 10-15% e ka qatë efikasitet. Po nëse i shtojmë në ndërkohë dhe ilaqet ose psikoterapin, rritët edhe ma shumë efikasiteti. Edhe njerëz fillojnë të ndihen të lumtur, të kenë vullnet, të kanë ma pak ankthe, shkak se njeri pa ankthe, pa stres nuk ka, edhe kështu që të funksionojnë në mënyrë më adekuate.